Fëmijët së bashku me edukatorët e tyre shënuan me një organizim madhështor për fundimin e rrugtimit të tyre në kopshtin Rinia në Tetov. Ky organizim u mbajt në Pallatin e Kulturës në Tetov, ku krahas fëmijëve dhe stafit të kopshtit Rinia ishin të pranishëm edhe prindërit, të cilët ndoqën nga afër performancën e fëmijëve. Fatlinda Jahja, drejtoreshe kopshtit për fëmijë Rinia në Tetov, thotë se në këtë shfaqje përmbyllse, fëmijët japin fund rrugtimit të tyre parashkollor dhe përgatiten për shkuarjen në klasën e parë. Qëllimi i manifestimit është shfaqja përfundimtare e fëmijëve të kopshtit të moshës 5-6 vjetë, të cilët plotësojnë edhe kushtin për regjistrim në klasë të parë. Sot gjithsej në këtë sallë janë 272 fëmijë, të cilët do të performojnë me këngët e tyre. Një grup e fëmijëve tjerë do të mbahen në shfaqje të qendrave për zhvillim të hershëm, do të mbahen shfaqje me datë 4 qershor, për shkak se numri i përgjithshëm i fëmijëve të cilët do të mbarojnë kopshtin dhe qendrat për zhvillim të hershëm është gjithsej 403 fëmijë. Ndërkohë, kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, është shprehur se vetë kjo shfaqje është një dëshmi e përkushtimit të pushtetit lokal për të krijuar sa më shumë kushte për fëmijët gjatë edukimit parashkollor. Besoj që janë bërë shumë punë, duke nisur nga lëshimin e përdorimi i çerdhes, ku edhe aty janë krijuar kushte për një grup, po ashtu edhe në për shkolla të ndryshme ku janë grupe të veçanta parashkollore, pra në gjitha investimet të cilat ne i bëjmë, më thënë edhe për grupin parashkollor, edhe për çerdhen, edhe për shkollat, po krijojmë kushte më të mira që gjithë fëmijët mund të shprehin në maksimum aftësitë e tyre, kapacitetet e tyre që të investojmë në ardhmërinë tonë. Sot në ditën përfundimtare ku e përfundojnë pra këtë, do kisha thënë, vit me një shfaqje madhështore, po tregon edhe ky organizim se dal nga dal, do të thënë, institucionet edukative arsimore të Tetovës po kthehen në një, kisha thënë, kushte normale. Rikujtojmë se në fillim të këtij viti u lëshua në përdorim çerdhja e re Rilindja në Tetov, sipas drejtuesve të çerdhës Rinia, edhe pse ka listë të pritjes për fëmijët që dëshirojnë të regjistrohen në çerdhe. Megjithatë, ky numër është dukshëm më i ulët se viteve të kaluara. Ndërkohë, është edhe në rrjedh procesi i regjistrimit të fëmijëve nëpër çerdhe.